Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha. Sot do të marrim dy folje të gjuhës italiane që janë folje të parregullta. Pra dhe një folje të parregullta janë ato që nuk e ruajnë rrënjën. Janë foljet fare dhe sapere. Fare përkthehet bëj dhe sapere di. Le të marrim secilën prej tyre, duke e zgjedhuar. Pra, folja fare. Io faccio, tu fai, lui lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. Do doja të ndalesha pak të folja të zgjedhimit dytë numër shumë mos fate, sepse kemi faccio, fai, fa, facciamo dhe këtu zakonisht studentët ngatrohen dhe thot facete. Do ta mbajmë mend mirë që është fate dhe jo facete, fate. Folja tjetër është sapere di. Io so, tu sai, lui lei sa. Noi sappiamo. Shikojmë këtu me 2p, 2p. Voi sapete, loro sanno, 2n. Pra, gjë tjetër, si kemi thënë, kur është me 2n, është e parregullt. Mirë ishte të bëni edhe këto ushtrime që thotë këtu coniugare al presente indicativo, pra zgjedhoni në të tashmen e dëftores. Fare una visita, pra fare una visita, faccio una visita, fai una visita, fa una visita, facciamo una visita, fate una visita, fanno una visita. Mirë është i bëni të gjitha këto, sepse duke i bërë, e mira fare është edhe të shkruani, sepse kështu mësohet edhe dora dhe nuk bëni dhe gabime. Pra dhe thoni edhe i shkruani. Këtu është një ushtrim tjetër që thotë kompletare, pra duhet i kompletoni. Pra, është, unë po bëj shembullin e parë. Tu sapere scrivere bene l'italiano? E do ta bëjmë. Tu sai scrivere bene l'italiano? Të tjerat do t'i zhvilloni juve duke parë, sepse i kemi marrë këto folje. Në qoftë se keni ndonjë gjë të paqartë, mund të më shkruani te komentet. Mirupafshim dhe dëgjojmë në video të tjera.